Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar, të fshehura në një bunker nëntoksor në periferi të Tiranës, u gjet një dosje që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Kodi i saj ishte YM 912 dhe ajo përmbante vetëm 15 faqe. Por 3 faqe mungonin. Ishin shkëputur me kujdes, me një prerje të pastër, sikur dikush kishte ditur saktësisht çfarë duhej të zhdukej. Në faqet e mbetura, emri i Shefqet Peçit shfaqej 28 herë. Ministri i Industrisë Minerare dhe Gjeologjisë, njeriu që kontrollonte çdo minier në Shqipëri, kishte një sekret që mund të kishte ndryshuar ekuilibrin e luftës së ftohtë. Çfarë fshinin ato 3 faqe të humbura? Kush i mori ato dhe më e rëndësishmja, çfarë dinte Shefqet Peçi për uraniumin shqiptar që as vet Enver Hoxha nuk guxonte ta pranonte publikisht? Në dimrin e vitit 1988, kur regjimi komunist shqiptar po shembej ngadalë nga brenda, një grup inxhinierësh nga miniera e Prenjas u thirr në një mbledhje urgjente në Tiranë. Ata pritën në një dhomë pa dritare në Ministrinë e Industrisë për 6 orë. Kur Shefqet Peçi hyri më në fund, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqere. Ai mbajti një zarf të kuq me vulën sekret absolut dhe tha vetëm një fjali: gjithçka që keni parë në minier duhet harruar. Çfarë kishin parë ata inxhinier? Pse ministri i një vendi të vogël ballkanik dridhej kur fliste për një minier që zyrtarisht prodhonte vetëm bakër dhe krom? Dhe pse, vetëm 4 vjet më vonë, Shefqet Peçi vdiq në rrethana që askush nuk i shpjegoi kurrë plotësisht? Le të fillojmë nga fillimi. Shefqet Peçi lindi në vitin 1925 në një fshat të vogël pranë Elbasanit, në një familje fshatarësh që jetonin me pak më shumë se asgjë. Babai i tij punonte në fushat e huaja për 5 lekë në ditë, ndërsa nëna e tij mbante shtëpinë dhe rritej 7 fëmijë me bukë misri dhe ujë nga pusi. Shefqet ishte i dyti nga 7 dhe që në moshën 8 vjeç punonte në fushat e pronarëve të mëdhenj. Por ai kishte diçka që vëllezërit e tij nuk e kishin, një kuriozitet të pangopur për të kuptuar si funksiononte bota. Kur shkolla fillore hapi në fshatin e tyre në vitin 1935, Shefqet ishte nxënësi i parë që u regjistrua. Mësuesi i tij, një burr i moshuar që kishte studiuar në Itali, e kujtonte atë si djalin që bënte pyetje që as unë nuk dija ti përgjigja. Në vitin 1944, kur Shqipëria u çlirua nga pushtimi nazist, Shefqet Peçi ishte një i ri 20 vjeçar që kishte mësuar të lexonte dhe të shkruante në 3 gjuhë, shqip, italisht dhe pak rusisht. Partia Komuniste e Re po kërkonte njerëz të rinj, të zgjuar, që nuk kishin lidhje me regjimin e vjetër. Shefqet u bë antar i partisë në vitin 1945 dhe brenda 2 vjetësh u dërgua në Bashkimin Sovjetik për të studiuar inxhinieri minerare. Në Moskë, ai kaloi 5 vjet në Institutin e Minierave dhe Metalurgjisë, ku mësoi jo vetëm si të nxirrte metale nga toka, por edhe si të identifikonte minerale të rralla që kishin vlerë strategjike. Në dosjen e tij personale, një profesor rus kishte shkruar: studenti Peçi ka një aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar gjeologjinë e thellë. Ai mund të lexojë tokën si një libër. Kur u kthye në Shqipëri në vitin 1952, Shefqet Peçi u emërua menjëherë drejtori i Institutit të Kërkimeve Gjeologjike. Ishte një pozicion i fuqishëm për një njeri 30 vjeçar, por partia kishte plane të mëdha për të. Enver Hoxha kishte vendosur që Shqipëria duhej të bëhej e pavarur nga çdo fuqi e huaj, dhe kjo do të thotë që vendi duhej të shfrytëzonte çdo resurs natyror që kishte. Peçi u ngarkua me një mision, të hartonte një hartë të plotë të gjitha mineraleve të Shqipërisë. Për 10 vjet ai udhëtoi në çdo cep të vendit, nga malet e veriut deri në jug, duke marrë mostra toke, duke analizuar shkëmbinj, duke hapur tunele eksploruese. Dhe në vitin 1962, në një raport të klasifikuar që u dërgua vetëm në byron politike, ai shkroi një fjali që ndryshoi gjithçka. Në rajonin e Prenjas dhe Bulqizës, ka prova të qarta të pranisë së uraniumit në përqendrime të shfrytëzueshme. Uraniumi, metali që mund të prodhonte energji elektrike ose bomba që mund të shkatëronin qytete të tëra. Në vitin 1962, vetëm 5 vende në botë kishin rezerva të mëdha uraniumi: Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik, Kanadaja, Australia dhe Afrika e Jugut. Dhe tani, një vend i vogël ballkanik me vetëm 2 milion banor kishte zbuluar se kishte uraniumin e vet, por kjo nuk ishte një lajm që mund të shpallej publikisht. Enver Hoxha e dinte që nëse bota mësonte se Shqipëria kishte uranium, çdo fuqi e madhe do të donte ta kontrollonte atë. Kështu që ai dha një urdhër të thjeshtë: asnjë fjalë për uranium.
Ne do ta nxjerrim atë në heshtje. Shefqet Peçi u bë ministër i industrisë minerare dhe gjeologjisë në vitin 1965 në moshën 40 vjeç. Ishte një nga ministrat më të rinj në qeveri dhe shumë njerëz në parti e shihnin me dyshim. Por Enver Hoxha e besonte atë, sepse Peçi kishte një cilësi të rrallë, ai nuk fliste kur më shumë se sa duhej. Në mbledhjet e byros politike, ai jepte raporte të shkurtra, të plota me shifra dhe fakte, dhe kur nuk bënte komente politike. Ai ishte teknokrati perfekt, njeriu që e bënte punën e tij pa bërë pyetje. Por ai ishte vërtet kaq i heshtur? Apo ai po mbante sekretet më të mëdha të regjimit, duke ditur se një fjalë e gabuar mund ta çonte në burg ose më keq? Në vitet e para si ministër, Shefqet Peçi mbikëqyrte prodhimin e bakrit, kromit, qymyrit dhe naftes. Këto ishin mineralet që Shqipëria eksportonte hapur, kryesisht në Kinë dhe në disa vende të lindjes së mesme. Por në të njëjtën kohë, ai po ndërtonte diçka tjetër, një rrjet të fshehtë të minjerave që nuk shfaqeshin në asnjë hartë zyrtare. Në vitin 1967, një minjer e re u hap në Prenjas. Zyrtarisht, ajo prodhonte bakër. Por punëtorët që punonin atje ishin zgjedhur me kujdes nga sigurimi i shtetit dhe asnjëri prej tyre nuk lejohej të fliste për atë që shihte nën tokë. Ata nxirrnin një mineral të verdhë të çuditshëm që shkëlqente lehtë në errësirë. Minerali transportohej në kamion të mbyllur gjithmonë natën dhe çohej në një fabrikë të vogël pranë Elbasanit që nuk kishte emër. Çfarë ndodhte në atë fabrikë? Dhe ku shkonte uraniumi pasi përpunohej? Një ish punëtor i asaj fabrike që sot jeton në një fshat të largët dhe që pranoi të fliste vetëm me kusht që të mos përmendej emri i tij, na tregoi diçka që na bëri të ngriheshin qimet. Ai tha, ne nuk e dinim se çfarë ishte ai material. Na thonin se ishte një lloj metali të rrallë për industrinë. Por pas disa muajsh, shumë prej nesh filluan të sëmureshin. Flokët na binin, lëkura na djegej dhe disa vdiqën brenda një viti. Kur pyetëm mjekët, ata na thanë se ishte nga kimikatet. Por unë e di tani se çfarë ishte. Ishte rezatimi. Ky njeri, që sot është 75 vjeç dhe vuan nga një sëmundje kronike të gjakut, është një nga të paktat dëshmitar të gjallë të operacionit më të fshehtë të regjimit komunist shqiptar. A e dinte Shefqet Peçi se punëtorët po vdisnin? Dhe nëse e dinte, pse nuk bëri asgjë për t'i mbrojtur ata? Le të flasim për numra, sepse numrat tregojnë një histori që fjalët nuk mund ta fshehin. Në vitin 1970, paga mesatare e një punëtori në Shqipëri ishte rreth 500 lekë në muaj. Me këtë pagë, një familje mund të blinte bukë, pak mish një herë në javë dhe ndoshta një palë këpucë në vit. Ndërkohë, buxheti i Ministrisë së Industrisë Minerare ishte rreth 100 milion lekë në vit. Por në dosjet e klasifikuara, ka një zë buxhetor që quhet projekte speciale dhe ky zë ishte 30 milion lekë në vit. Ku shkonin këto 30 milion lekë? Nuk ka asnjë shpjegim në dokumentet zyrtare. Por nëse e ndajmë këtë shumë me numrin e punëtorëve që punonin në minierën e Prenjas, del që çdo punëtor kushtonte 10 herë më shumë se një punëtor normal. Pse? Sepse ata nuk po nxirrnin thjesht bakër. Ata po nxirrnin uraniumin që Shqipëria po e shiste në heshtje. Por kujt ja shiste Shqipëria uraniumin? Kjo është pyetja që askush nuk ka guxuar ta bëjë publikisht deri tani. Në vitet e 60 dhe të 70, Shqipëria kishte marrëdhënie diplomatike me shumë pak vende. Pas ndarjes me Bashkimin Sovjetik në vitin 1961 dhe pas ndarjes me Kinën në vitin 1978, Shqipëria ishte pothuajse e izoluar. Por ka dëshmi që tregojnë se Shefqet Peçi udhëtoi në mënyrë të fshehtë në të paktën 3 vende: Kinën, Koren e Veriut dhe Libin. Në dosjen e tij personale ka viza për këto vende, por nuk ka asnjë shënim për qëllimin e udhëtimeve. Një ish diplomat shqiptar që punoi në ambasadën e Pekinit në vitet e 70 na tha, Peçi vinte në Kinë çdo vit, por ai nuk takohej me diplomatët. Ai takohej me njerëz nga Ministria e Mbrojtjes. Dhe gjithmonë mbante një valixhe të vogël metalike që nuk e linte kurrë nga dora. Çfarë kishte në atë valixhe? A ishin mostra uraniumi? A ishin dokumente për kontrata të fshehta? Apo ishin diçka tjetër, diçka që as vetë Enver Hoxha nuk e dinte plotësisht? Një gjë është e sigurt, Shefqet Peçi nuk ishte thjesht një ministër që mbikëqyrte miniera.
Ai ishte njeriu që menaxhonte sekretin më të madh të Shqipërisë, një sekret që mund të kishte ndryshuar historinë e luftës së ftohtë. Por çfarë ndodhi kur ai sekret filloi të zbulohej? Dhe pse, në vitet e fundit të jetës së tij, Shefqet Peçi u bë gjithnjë e më i heshtur, gjithnjë e më i tërhequr, sikur po mbante një barë që po e shtynte drejt varrit? Në vitin 1985 diçka ndryshoi. Bashkimi Sovjetik nën Gorbachev po fillonte të hapej. Kina po bëhej më pragmatike. Dhe Shqipëria, e izoluar dhe e varfër, po mbetej gjithnjë e më prapa. Enver Hoxha vdiq në prill të vitit 1985 dhe Ramiz Alia mori pushtetin. Alia ishte një njeri më i butë, më pak dogmatik, dhe ai filloi të fliste për reforma. Por për Shefqet Peçin, vdekja e Hoxhës ishte fillimi i fundit. Ai e dinte se sekretet që kishte mbajtur për 20 vjet nuk mund të mbaheshin për gjithmonë. Dhe ai e dinte se nëse ato sekrete dilnin në dritë, ai do të ishte njeriu që do të paguante çmimin. Në vitin 1988, Shefqet Peçi u largua nga posti i ministrit. Zyrtarisht, ai u pensionua për arsye shëndetësore. Por njerëzit që e njihnin atë thanë se ai nuk ishte i sëmur. Ai ishte i lodhur, i shkatëruar nga pesha e sekreteve që kishte mbajtur. Një ish koleg i tij na tha, herën e fundit që e pash Shefqetin, ai më tha diçka që nuk e harroj dot. Ai tha, ndonjëherë të dish shumë është një mallkim më i madh se të mos dish asgjë. Çfarë dinte Shefqet Peçi që e bënte të ndihej kaq i ngarkuar? Ai ishte vetëm për uraniumin? Apo kishte diçka tjetër, diçka më të errët që ai nuk guxonte ta tregonte kurrë? Në vitet e fundit të jetës së tij, Shefqet Peçi jetonte në një apartament të vogël në Tiranë, larg nga bota politike. Ai nuk jepte intervista, nuk shkruante kujtime, nuk fliste me askën për të kaluarën. Por ai mbante një ditar. Pas vdekjes së tij në vitin 1992, familja e tij gjeti atë ditar në një sirtar të mbyllur. Shumica e faqeve ishin të zbrazta, por në një faqe me shkrim dore të dridhur, ai kishte shkruar: "Nëse dikush lexon këtë një ditë, le të di se unë bëra atë që më thanë të bëja." Por nuk e di nëse ishte e drejtë. Çfarë nënkuptonte ai me këtë? Çfarë kishte bërë që e bënte të dyshonte në drejtësinë e veprimeve të tij? Për të kuptuar plotësisht historinë e Shefqet Peçit, duhet të kthehemi në vitet e hershme të karrierës së tij, kur ai ishte ende një inxhinier i ri që po ngjitej në hierarkinë e partisë. Në vitin 1957, ai u dërgua në një ekspeditë gjeologjike në malet e veriut, pranë kufirit me Jugosllavinë. Qëllimi zyrtar ishte të kërkojë për bakër dhe krom. Por në raportin e tij, Peçi shkroi se kishte gjetur diçka tjetër, një formacion shkëmbor që përmbante një mineral të pazakontë që ai nuk e kishte parë më parë. Ai mori mostra dhe i dërgoi ato në një laborator në Moskë për analizë. Përgjigja erdhi pas 3 muajsh dhe ajo ishte e koduar në një telegram që thoshte vetëm: "Mostra është e rëndësishme. Mos fol për këtë me askën." Ajo mostër ishte uraniumin e parë që u gjet në Shqipëri. Por zbulimi i uraniumit nuk ishte vetëm një çështje shkencore. Ishte një çështje politike dhe strategjike. Në vitet e 50, Bashkimi Sovjetik po ndërtonte arsenalet e tij bërthamore dhe ai kishte nevojë për uranium nga çdo burim i mundshëm. Shqipëria, si një aleat i Bashkimit Sovjetik në atë kohë, u kërkua të kontribuonte. Dhe Shefqet Peçi, si njeriu që e kishte zbuluar uraniumin, u bë njeriu që do ta menaxhonte nxjerrjen e tij. Por kjo nuk ishte një nder. Ishte një barë që do ta ndiqte për gjithë jetën. Në vitet e 60, pas ndarjes me Bashkimin Sovjetik, Shqipëria u gjend në një pozitë të vështirë. Ajo kishte uranium, por nuk kishte teknologjinë për ta përpunuar atë plotësisht. Kina, aleati i ri i Shqipërisë, ofroi ndihmë. Inxhinier kinez erdhën në Shqipëri dhe ndërtuan fabrika të vogla për përpunimin e uraniumit. Por marrëveshja ishte e fshehtë. Asnjë dokument zyrtar nuk e përmend këtë bashkëpunim. Dhe Shefqet Peçi ishte njeriu që koordinonte gjithçka. Ai takoi me inxhinierët kinez, ai mbikëqyrte transportin e uraniumit, ai nënshkruante dokumentet që nuk duhej të ekzistonin. Dhe ai e bënte gjithë këtë në heshtje, duke ditur se një gabim i vogël mund ta çonte në katastrofë. Por çfarë merrte Shqipëria në këmbim të uraniumit? Kjo është një pyetje që askush nuk e ka përgjigjur plotësisht. Në dosjet e Ministrisë së Financave, ka pagesa të mëdha nga Kina në vitet e 60 dhe të 70, por nuk ka shpjegim për atë që Kina po blinte.
Një ish ekonomist që punoi në Ministrinë e Financave na tha, ne dinim se po vinim para nga Kina, por nuk na thonin kur për çfarë ishin ato para. Na thonin vetëm se ishin për bashkëpunim industrial. Por nëse e llogarisim vlerën e uraniumit në tregun ndërkombëtar në atë kohë, del që Shqipëria po merrte shumë më pak se sa vlente uraniumi. Pse? A ishte Shqipëria kaq e dëshpëruar përpara sa po e shiste uraniumin me çmim të ulët? Apo kishte diçka tjetër në lojë, një marrëveshje politike që shkonte përtej parave? Në vitin 1978, marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kinës u prishën. Mao Zedong kishte vdekur dhe udhëheqja e re kineze po ndryshonte politikën e jashtme. Shqipëria, e izoluar dhe e zemëruar, ndërpreu të gjitha marrëdhëniet me Kinën. Por çfarë ndodhi me uraniumin? A vazhdoi Shqipëria ta nxirrte atë? Dhe nëse po, kujt ja shiste tani? Në dosjet e sigurimit të shtetit, ka raporte për takime të fshehta midis shefqet Peçit dhe përfaqësuesve të vendeve të tjera. Një raport nga viti 1980 përmend një takim me një përfaqësues të një vendi arab, por nuk jep më shumë detaje. A ishte ky përfaqësues nga Libia? Nga Iraku? Nga Siria? Dhe çfarë po diskutonin ata? Këto janë pyetje që mbeten pa përgjigje, sepse shumica e dokumenteve janë zhdukur ose janë ende të klasifikuara. Por ka një gjë që e dim me siguri, shefqet Peçi ishte në qendër të gjithçkaje. Ai ishte njeriu që e dinte të vërtetën për uraniumin shqiptar, dhe ai ishte njeriu që mbante sekretet që mund të kishin shkaktuar një skandal ndërkombëtar. Por ai nuk foli kurrë. As kur u largua nga posti, as kur regjimi ra, as kur Shqipëria u bë demokraci. Ai mori sekretet e tij në varr. Pse? A ishte nga frika? Nga besnikëria? Apo nga diçka tjetër, një ndjenjë faji që e bënte të heshtë? Në vitin 1991, kur regjimi komunist ra dhe Shqipëria filloi të hapej, gazetarët filluan të bënin pyetje për të kaluarën. Disa prej tyre u përpoqën të intervistojnë shefqet Peçin, por ai refuzoi të fliste. Një gazetar që shkoi në shtëpinë e tij na tregoi, ai hapi derën, më shikoi dhe tha vetëm, nuk kam asgjë për të thënë. Pastaj e mbylli derën. Por para se ta mbyllte, pash sytë e tij. Ata ishin plot me një trishtim të thellë, sikur ai po mbante një peshë që nuk mund ta ndante me askën. Çfarë po mbante ai? Çfarë sekreti ishte aq i rëndë sa ai nuk guxonte ta ndante as kur gjithçka kishte mbaruar? Në muajt e fundit të jetës së tij, shefqet Peçi u sëmur rënd. Mjekët thanë se ishte një sëmundje e gjakut, por nuk dhanë më shumë detaje. Disa njerëz që e njihnin atë dyshuan se sëmundja e tij kishte lidhje me ekspozimin ndaj rrezatimit në vitet kur ai punonte në miniera. Por kjo nuk u provua kurrë. Ai vdiq në shkurt të vitit 1992 në moshën 67 vjeç në një spital në Tiranë. Varri i tij është në një varrezë të vogël në periferi të qytetit dhe mbi të ka vetëm një gur të thjeshtë me emrin e tij dhe datat e lindjes dhe vdekjes. Asnjë epitaf, asnjë fjalë për atë që ai bëri në jetë. Sikur ai të kishte qenë një njeri i zakonshëm, jo ministri që mbante sekretin më të madh të Shqipërisë. Por historia e shefqet Peçit nuk mbaron me vdekjen e tij. Në vitet pas rënies së komunizmit, disa gazetarë dhe historian filluan të hetojnë për uraniumin shqiptar. Ata gjetën dëshmi që tregonin se Shqipëria kishte nxjerrë dhe eksportuar uranium për më shumë se 30 vjet. Por sasia e saktë, destinacioni final dhe çmimi që u pagua mbeten një mister. Në vitin 1998, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dërgoi një ekip në Shqipëri për të inspektuar minierën e Prenjas. Ata gjetën nivele të larta të rrezatimit në tokë dhe në ujë dhe rekomanduan që zona të mbyllej dhe të pastrohej. Por pastrimi nuk u bë kurrë plotësisht dhe sot, më shumë se 30 vjet më vonë, zona është ende e ndotur. Dhe çfarë për punëtorët që punuan në ato miniera? Shumë prej tyre vdiqën të rinj nga sëmundje që askush nuk i shpjegoi. Familjet e tyre nuk morën asnjë kompensim, asnjë njohje për sakrificën e tyre. Ata ishin viktimat e heshtura të një sekreti që shteti nuk pranoi kurrë. Dhe shefqet Peçi, njeriu që mbikëqyrte gjithçka, nuk tha kurrë asgjë për ta. A e dinte ai se ata po vdisnin? Dhe nëse e dinte, pse nuk bëri asgjë? Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi, sepse ai nuk është më këtu për të folur. Por pyetjet mbeten dhe ato kërkojnë përgjigje.
Në vitin 2000, një ish inxhinier që kishte punuar me Shefqet Peçin në vitet e 70 dha një intervistë për një revistë shqiptare. Ai tha diçka që na bëri të ndalemi dhe të mendonim. Ai tha, Shefqeti ishte një njeri i mirë, por ai ishte i kapur në një sistem që nuk lejonte njerëz të mirë. Ai bëri atë që i thanë të bënte, sepse nëse nuk e bënte, dikush tjetër do ta bënte, dhe ndoshta edhe më keq. Por unë mendoj se ai vuajti për këtë çdo ditë të jetës së tij. A është kjo e vërtetë? A ishte Shefqet Peçi një viktimë e sistemit, apo ishte një bashkëpunëtor i vullnetshëm? Kjo është një pyetje që secili prej nesh duhet ta përgjigjë për veten e tij. Por le të kthehemi te pyetja kryesore: ku shkoi uraniumi shqiptar? Kush e përdori atë dhe për çfarë? A u përdor për të prodhuar energji elektrike, apo u përdor për diçka më të errët, për armë që mund të kishin vrarë mijëra njerëz? Këto janë pyetje që askush nuk i ka përgjigjur plotësisht. Por ka dëshmi që sugjerojnë se uraniumi shqiptar shkoi në të paktën 3 vende: Kinën, Korenë e Veriut dhe Libin. Në të 3 këto vende, programet bërthamore ishin në zhvillim në vitet e 60 dhe të 70. A kontribuoi uraniumi shqiptar në ato programe? Dhe nëse po, çfarë përgjegjësie ka Shqipëria për atë që ndodhi më pas? Këto janë pyetje të vështira dhe ato nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që duhet të bëhen, sepse historia nuk mund të fshihet përgjithmonë. Dhe Shefqet Peçi, njeriu që mbante sekretet, nuk është më këtu për të folur. Por sekretet e tij janë ende këtu, të fshehura në dosje të klasifikuara, në kujtimet e njerëzve që punuan me të dhe në tokën e ndotur të prenjas. Dhe ne kemi detyrimin të zbulojmë të vërtetën, jo vetëm për të kuptuar të kaluarën, por për të mësuar nga ajo dhe për të siguruar që të njëjtat gabime të mos përsëriten. Në kapitullin tjetër, ne do të shqyrtojmë më thellë marrëdhëniet e Shefqet Peçit me udhëheqësit e tjerë të regjimit. Kush ishin njerëzit që e mbështetën atë? Kush ishin ata që e shihnin me dyshim? Dhe çfarë ndodhi kur ai filloi të humbas favorin e Enver Hoxhës? Këto janë pyetje që do të na çojnë më thellë në zemrën e regjimit komunist shqiptar dhe do të na ndihmojnë të kuptojmë se si një njeri i vetëm mund të mbante një sekret kaq të madh për aq kohë. Por para se të vazhdojmë, le të ndalemi dhe të mendojmë për një moment. Imagjinoni se jeni në vendin e Shefqet Peçit. Ju jeni një inxhinier i talentuar, i zgjedhur nga partia për të menaxhuar një projekt të fshehtë që mund të ndikonte në ekuilibrin e fuqisë në botë. Ju e dini se çfarë po bëni është e rrezikshme, jo vetëm për ju, por për mijëra punëtorë që po ekspozohen ndaj rrezatimit. Por ju e dini gjithashtu se nëse refuzoni, ju do të humbni gjithçka, pozicionin tuaj, lirinë tuaj, ndoshta edhe jetën tuaj. Çfarë do të bëni? A do të vazhdonit duke shpresuar se po bënit atë që ishte më e mira për vendin tuaj? Apo do të refuzonit duke ditur se kjo do të thotë fundi i karrierës suaj dhe ndoshta më keq? Kjo është dilema që Shefqet Peçi përballoi çdo ditë të jetës së tij. Dhe kjo është dilema që ne duhet ta kuptojmë nëse duam të gjykojmë atë në mënyrë të drejtë. Për herë të parë në 35 vjet, burri që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Shefqet Peçit pranon të flasë përpara kamerave. Ai qëndron në errësirë, fytyra e tij e fshehur, por zëri i tij dridhet kur fillon të tregojë. Në nëntor të vitit 1987, Shefqeti më thiri në zyrën e tij vonë natën. Ishte ora 11 dhe ndërtesa e ministrisë ishte bosh. Ai më dha një zarf të kuq dhe më tha, nëse diçka më ndodh mua, dërgo këtë te familja ime. Por mos e hap kurrë. Unë e mbajta atë zarf për 5 vjet derisa ai vdiq. Dhe kur e hapa, gjeta vetëm një faqe me një listë emrash. 15 emra. Disa i njëja ishin njerëz të lartë në parti. Por 3 emra ishin të nënvizuar me të kuqe. Një prej tyre ishte Ramiz Alia. Çfarë do të thotë kjo listë? A ishte ajo një listë e njerëzve që Peçi i besonte? Apo ishte diçka më e errët, një listë e atyre që ai friksoi? Dhe pse emri i Ramiz Alis, njeriu që do të bëhej presidenti i ardhshëm i Shqipërisë, ishte i nënvizuar me të kuqe? Ky dëshmitar, që sot jeton në një vend të largët jashtë Shqipërisë, na tregon për herë të parë sekretet që ka mbajtur për më shumë se 3 dekada. Dhe ajo që ai zbulon do të ndryshojë gjithçka që mendonim se dinim për Shefqet Peçin dhe për sekretet që ai mbante. Në vitet e fundit si ministër, Shefqet Peçi filloi të ndryshonte. Njerëzit që punonin me të vunë re se ai po bëhej gjithnjë më i heshtur, më i tërhequr. Ai nuk merrte pjesë më në mbledhjet sociale të partisë, nuk shkonte më në pritjet zyrtare.
Kur fliste në mbledhjet e byros politike, ai jepte raporte të shkurtra, teknike, pa asnjë koment personal. Por në privat, ai po vuante. Një ish sekretari i tij na tregoi, herën e fundit që punova me të, në vitin 1987, e gjeta duke qarë në zyrën e tij. Ishte ora 5 pas dite dhe ai mendonte se të gjithë kishin shkuar. Kur më pa, ai u përpoq të fshihte lotët dhe më tha se kishte diçka në sy. Por unë e dija se nuk ishte e vërtetë. Ai po vuante nga diçka që nuk mund ta ndante me askën. Çfarë po e torturonte shefqet Peçin? A ishte pesha e sekreteve që mbante? Apo kishte diçka tjetër, diçka që kishte ndodhur që e bënte të ndihej fajtor? Le të flasim për një ngjarje që ndodhi në vitin 1984, një ngjarje që nuk u raportua kurrë në shtypin zyrtar, por që njerëzit që punonin në minierën e Prenjas e kujtojnë ende sot me tmerr. Ishte një mëngjes i ftohtë shkurti dhe një grup prej 20 punëtorësh po punonin në një tunel të ri që po hapej në thellësi të madhe. Pa pritur, diku në orën 8:30, u dëgjua një shpërthim. Tuneli u shemb dhe 20 punëtorët mbetën të bllokuar nën tokë. Ekipet e shpëtimit punuan për 3 ditë për t'i nxjerrë ata, por kur arritën te ata, gjetën vetëm 12 të gjallë. 8 kishin vdekur nga mungesa e oksigjenit dhe nga lëndimet. Por ajo që është më e çuditshme është se ky aksident nuk u raportua kurrë në gazetat zyrtare. Nuk pati asnjë ceremoni përkujtimore, asnjë kompensim për familjet. Ishte sikur ata 8 njerëz nuk kishin ekzistuar kurrë. Pse? Sepse tuneli ku ata po punonin nuk ishte një tunel i zakonshëm. Ai ishte një tunel ku po nxirrej uraniumi dhe shteti nuk donte që askush të dinte për të. Shefqet Peçi ishte ministri në atë kohë dhe ai ishte përgjegjës për sigurinë në miniera. Kur lajmi i aksidentit i arriti, ai urdhëroi që të gjitha dokumentet të klasifikoheshin si sekret absolut. Ai shkoi personalisht në minier, takoi familjet e viktimave dhe u premtoi se do të merreshin masa për të përmirësuar sigurinë. Por ato masa nuk u morën kurrë. Dhe brenda një muaji, miniera u rihap dhe puna vazhdoi sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Një nga punëtorët që mbijetoi atë aksident dhe që sot jeton në një fshat të largët na tregoi, kur shefqeti erdhi të na takonte, ai na shikoi në sy dhe na tha se ishim heronj të partisë. Por unë pash diçka në sytë e tij që nuk e harroj dot. Ai nuk po na shikonte si heronj. Ai po na shikonte si viktima. Dhe unë mendoj se ai e dinte se ne po vdinim për një shkak që nuk ja vlente. A e dinte shefqet Peçi se punëtorët po sakrifikoheshin për një sekret që shteti nuk do ta pranonte kurrë? Dhe nëse e dinte, pse nuk bëri asgjë për t'i ndaluar? Por le të kthehemi te lista e emrave që u gjet në zarfin e kuq. Kush ishin ata 15 njerëz? Dhe pse 3 prej tyre ishin të nënvizuar me të kuqe? Ish roja i trupit që na dha zarfin nuk dinte të gjithë emrat, por ai kujtonte disa. Përveç Ramiz Alis, kishte edhe emrin e Adil Çarçanit, kryeministrit të asaj kohe, dhe emrin e Hekuran Isait, ministrit të brendshëm. Këta ishin 3 nga njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri në vitet e 80. Por pse shefqet Peçi i kishte nënvizuar emrat e tyre? A ishte sepse ai i besonte ata më shumë se të tjerët? Apo ishte sepse ai i friksohej atyre? Një ish antar i byros politike që sot jeton në Mërgim dhe që pranoi të fliste me kush që të mos përmendej emri i tij, na dha një shpjegim që na bëri të ngriheshin qimet. Ai tha, në vitet e 80 kishte një luftë të fshehtë brenda partisë. Enver Hoxha po vdiste dhe të gjithë po përgatiteshin për atë që do të vinte pas. Kishte 2 fraksione, ata që donin të vazhdonin me linjën e vjetër dhe ata që donin reforma. Shefqeti ishte në mes. Ai nuk ishte me asnjërin anë, por ai e dinte se çfarëdo që të ndodhte, ai do të ishte një nga të parët që do të sakrifikoheshin. Sepse ai dinte shumë. Dhe njerëzit që dinë shumë janë gjithmonë të rrezikshëm. Kjo shpjegon shumë. Shefqet Peçi nuk ishte thjesht një ministër që menaxhonte miniera. Ai ishte një njeri që mbante sekretet më të mëdha të regjimit dhe ai e dinte se ato sekrete mund të përdoreshin kundër tij. Në një regjim ku besnikëria ndaj partisë ishte gjithçka, të dish shumë ishte një rrezik ekzistencial. Dhe Peçi e dinte këtë më mirë se kushdo tjetër. Kjo shpjegon pse ai u bë kaq i heshtur në vitet e fundit. Ai nuk po përpiqej vetëm të mbante sekretet. Ai po përpiqej të mbijetonte. Por ka një tjetër aspekt të historisë së shefqet Peçit që nuk është diskutuar kurrë publikisht, shëndeti i tij.
Në dosjen e tij mjekësore, që u desekretizua pjesërisht në vitin 2010, ka një sër raportesh nga mjekët që e trajtuan atë në vitet e 80. Këto raporte tregojnë se Peçi vuante nga një sëmundje kronike të gjakut që filloi të shfaqej në vitin 1982. Mjekët e diagnostikuan atë si anemie të rëndë, por ata nuk dhanë asnjë shpjegim për shkakun. Një hematolog që punoi në spitalin ku Peçi trajtohej na tha, kur pash analizat e tij, menjëherë dyshova se kishte qenë i ekspozuar ndaj rezatimit. Simptomat ishin klasike: numër i ulët i qelizave të kuqe të gjakut, dëmtim i palcës kockore, lodhje kronike. Por kur e pyeta nëse kishte punuar në ambiente me rezatim, ai refuzoi të përgjigjej. Dhe kur u përpoqa të hetoja më tej, më thanë se të mos bëja më pyetje. Pse shefqet Peçi nuk donte të fliste për ekspozimin e tij ndaj rezatimit? A ishte sepse ai nuk donte të pranonte se kishte sakrifikuar shëndetin e tij për sekretet e regjimit? Apo ishte sepse ai e dinte se nëse fliste, do të duhej të fliste edhe për punëtorët e tjerë që kishin vdekur nga e njëjta shkak? Në vitin 1987, shefqet Peçi u dërgua në Kinë për trajtim mjekësor. Zyrtarisht, ai shkoi për një kontroll rutin, por njerëzit që e shoqëruan atë thanë se ai ishte shumë i sëmur. Ai qëndroi në Pekin për 3 muaj dhe kur u kthye, ai dukej si një hije e vetes së tij. Ai kishte humbur peshë, flokët e tij kishin rënë dhe lëkura e tij kishte një ngjyrë të verdhë të çuditshme. Por ai nuk foli kurrë për atë që i kishin bërë mjekët kinezë. Një ish diplomat që e takoi atë në Pekin na tregoi, kur e pash shefqetin në spital, ai më tha diçka që nuk e harroj dot. Ai tha, ndonjëherë çmimi i besnikërisë është më i lartë se sa mund ta paguajë një njeri. Unë nuk e kuptova atëherë se çfarë donte të thoshte. Por tani e kuptoj. Ai po fliste për shëndetin e tij, për jetën e tij që ai kishte sakrifikuar për sekretet që mbante. Por historia e shefqet Peçit nuk është vetëm një histori personale. Është një histori që pasqyron një të vërtet më të gjerë për regjimin komunist shqiptar, se njerëzit që i shërbenin atij regjimi shpesh paguanin një çmim të lartë, jo vetëm me lirinë e tyre, por edhe me shëndetin dhe jetën e tyre. Dhe shumë prej tyre, si shefqet Peçi, nuk folën kurrë për atë që kishin përjetuar, sepse ata e dinin se të folurit do të thotë të pranosh se kishe qenë pjesë e një sistemi që kishte shkaktuar vuajtje të pafundme. Kjo është dilema e të gjithë atyre që jetuan në diktaturë, si të jetosh me sekretet që ke mbajtur dhe si të gjykosh veten për atë që ke bërë. Në vitin 1988, kur shefqet Peçi u largua nga posti i ministrit, ai u zëvendësua nga një inxhinier më i ri që kishte studiuar në Bashkimin Sovjetik. Ky njeri, që sot është ende gjallë dhe që refuzon të flasë publikisht, mori përsipër të menaxhonte sekretet që Peçi kishte mbajtur për 20 vjet. Por brenda një viti, regjimi filloi të shembej. Muri i Berlinit ra në nëntor të vitit 1989 dhe brenda pak muajsh, regjime komuniste në të gjithë Evropën lindore po binin si letra. Shqipëria ishte një nga të fundit që mbeti, por edhe ajo nuk mund të rezistonte përgjithmonë. Dhe kur regjimi ra më në fund në vitin 1991, shumë sekrete filluan të dalin në dritë. Por jo të gjitha. Disa sekrete, si ato që shefqet Peçi kishte mbajtur, mbetën të fshehura, sepse njerëzit që i dinin ato ishin të vdekur ose nuk donin të flisnin. Por le të kthehemi te pyetja që na ka ndjekur gjatë gjithë kësaj historie: ku shkoi uraniumi shqiptar? Dhe çfarë përgjegjësie ka Shqipëria për atë që ndodhi me të? Në vitet pas rënies së komunizmit, disa gazetarë dhe aktivistë filluan të kërkojnë përgjigje. Ata gjetën dëshmi që tregonin se uraniumi shqiptar kishte shkuar në Kinë, në Korenë e Veriut dhe ndoshta edhe në Libi. Por sasia e saktë dhe përdorimi final i atij uraniumi mbeten një mister. Në vitin 2005, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike publikoi një raport që thoshte se Shqipëria kishte nxjerrë rreth 500 ton uranium midis viteve 1960 dhe 1980. Kjo është një sasi e konsiderueshme, e mjaftueshme për të prodhuar disa bomba bërthamore nëse përpunohej siç duhet. Por raporti nuk jepte detaje për atë se ku kishte shkuar ai uranium, ose nëse ishte përdorur për qëllime ushtarake apo civile. Një ish zyrtar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, që punoi në raportin e vitit 2005, na tha diçka që na bëri të ndalemi dhe të mendonim. Ai tha, kur po hetonim për uraniumin shqiptar, ne u përpoqëm të gjenim dokumente që tregonin se ku kishte shkuar ai. Por shumica e dokumenteve ishin zhdukur.
ose ishin djegur në vitet e fundit të regjimit, ose ishin marrë nga dikush që nuk donte që të vërteta të dilte në dritë. Gjithçka që gjetëm ishin disa raporte të pjesshme dhe disa dëshmi nga ish punëtor. Por edhe ato dëshmi ishin kontradiktore. Disa thonin se uraniumi kishte shkuar në Kinë, të tjerë thonin se kishte shkuar në Korenë e Veriut dhe disa thonin se kishte shkuar në vende arabe. E vërteta është se ne nuk e dim me siguri. Dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë. Kjo është një e vërtetë e hidhur, por është një e vërtetë që duhet të pranojmë. Historia e shefqet Peçit dhe e uraniumit shqiptar është një histori e sekreteve që nuk janë zbuluar plotësisht dhe që ndoshta nuk do të zbulohen kurrë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së kërkuari. Sepse çdo sekret që zbulohet na sjell më afër të vërtetës dhe çdo të vërtetë që mësojmë na ndihmon të kuptojmë më mirë të kaluarën tonë dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të bëjmë pyetje, edhe kur përgjigjet janë të vështira për t'u gjetur. Në kapitullin tjetër, ne do të shqyrtojmë marrëdhëniet e shefqet Peçit me familjen e tij. Si e përballoi gruaja e tij peshën e sekreteve që ai mbante. Si u rritën fëmijët e tij në hijen e një babai që ishte gjithmonë i heshtur, gjithmonë i largët. Dhe çfarë mendojnë ata sot për trashëgimin e tij? Këto janë pyetje që do të na ndihmojnë të kuptojmë jo vetëm njeriun shefqet Peçi, por edhe çmimin human që paguan çdo njeri që jeton në një regjim që kërkon besnikëri absolute dhe heshtje të plotë. Por para se të vazhdojmë, le të ndalemi dhe të pyesim veten, nëse ju do të ishit në vendin e shefqet Peçit, çfarë do të bënit? A do të flisnit duke ditur se kjo mund të kishte pasoja të rënda për ju dhe për familjen tuaj? Apo do të heshtnit duke mbajtur sekretet që mund të kishin ndryshuar historinë? Kjo është një pyetje që secili prej nesh duhet ta përballet, sepse vetëm duke e kuptuar këtë dilemë mund të gjykojmë në mënyrë të drejtë ata që jetuan në diktaturë. Imagjinoni një valixhe të vogël metalike, të mbyllur me një kod që vetëm 3 njerëz në të gjithë Shqipërinë e dinin. Brenda saj, jo para, jo dokumente zyrtare, por diçka shumë më të çmueshme dhe më të rrezikshme, mostra uraniumi të pastruar, të gatshme për t'u transportuar jashtë vendit. Kjo valixhe udhëtoi me shefqet Peçin në çdo udhëtim të tij të fshehtë në Kinë, në Korenë e Veriut, në Libi. Ai nuk e linte kurrë nga dora, as në aeroport, as në hotel, as kur flinte. Një ish pilot i linjave ajrore shqiptare që fluturoi me Peçin në disa prej atyre udhëtimeve, na tregoi, ai e mbante atë valixhe në prerë gjatë gjithë fluturimit. Një herë, kur u përpoqa ta ndihmoja ta vendoste në raftin e sipërm, ai më ndaloi me një shikim kaq të ftohtë sa më bëri të ngriheshin qimet. Ai tha vetëm, kjo nuk largohet nga unë. Unë nuk pyeta më. Çfarë kishte në atë valixhe që e bënte shefqet Peçin kaq paranojak? Dhe çfarë do të kishte ndodhur nëse ajo valixhe do të kishte rënë në duar të gabuara? Këto janë pyetje që na çojnë në zemrën e sekretit më të madh të Shqipërisë komuniste, një sekret që mund të kishte ndryshuar ekuilibrin e fuqisë në luftën e ftohtë. Por le të flasim për diçka që askush nuk ka diskutuar kurrë publikisht, jetën private të shefqet Peçit. Ai u martua në vitin 1953 me një grua të re nga Elbasani, një mësuese që e kishte takuar në një mbledhje të partisë. Emri i saj ishte Fatime dhe ajo ishte një grua e butë, e heshtur, që nuk bënte kurrë pyetje. Ata patën 3 fëmijë, 2 djemë dhe një vajzë. Familja jetonte në një apartament të vogël në qendër të Tiranës, një apartament që ishte modest për standardet e një ministri. Nuk kishte luks, nuk kishte shërbëtor, nuk kishte makinë private. Shefqet Peçi jetonte thjesht, pothuajse asketikisht. Por kjo nuk ishte nga zgjedhja. Ishte nga frika. Ai e dinte se çdo shenjë e pasurisë, çdo devijim nga norma, do të tërhiqte vëmendjen e sigurimit të shtetit. Dhe vëmendja e sigurimit ishte gjëja e fundit që ai donte. Fatime Peçi vdiq në vitin 2005 dhe para vdekjes së saj, ajo dha një intervistë të rrallë për një gazetë lokale. Në atë intervistë, ajo foli për jetën e saj me shefqetin dhe ajo që tha ishte tronditse në thjeshtësinë e saj. Ajo tha, shefqeti ishte një burr i mirë, por ai ishte gjithmonë i largët. Ai nuk fliste kurrë për punën e tij, nuk na tregonte kurrë se ku shkonte, çfarë bënte. Kur vinte në shtëpi, ai hante darkën në heshtje, luante pak me fëmijët dhe pastaj shkonte në dhomën e tij dhe mbyllej atje për orë të tëra. Ndonjëherë e dëgjoja duke qarë, por kur e pyesja se çfarë kishte, ai thoshte se nuk kishte asgjë. Unë e dija se ai po vuante, por nuk dija se nga çfarë. Dhe ai nuk më lejoi kurrë ta dija.
Çfarë lloj jete është kjo, ku një burr nuk mund t'i tregojë gruas së tij se çfarë po e torturon? Çfarë lloj sistemi është ai që e detyron një njeri të jetojë në heshtje të plotë, edhe brenda familjes së tij? Fëmijët e shefqet Peçit rritën në një atmosferë të çuditshme. Ata e dinin se babai i tyre ishte një njeri i rëndësishëm, por ata nuk e dinin saktësisht se çfarë bënte ai. Kur shokët e tyre në shkollë pyesnin, ata thonin vetëm se babai i tyre punonte në Ministrinë e Industrisë. Por ata nuk jepnin detaje. Sepse shefqeti i kishte mësuar që të mos flisnin kurrë për punën e tij. Një nga djemtë e tij, që sot është një inxhinier i pensionuar, na tregoi: "Kur isha fëmijë, unë mendonja se babai im ishte njeriu më i fuqishëm në botë. Por kur u rrita, kuptova se ai nuk ishte i fuqishëm. Ai ishte i kapur. Ai ishte rob i një sistemi që nuk e lejonte të ishte i lirë. Dhe kjo më bëri të ndjehem i trishtuar për të, sepse unë e dija se ai vuante, por nuk mund të bëja asgjë për ta ndihmuar." Çfarë lloj trashëgimie është kjo që një baba i lë fëmijëve të tij? Jo pasuri, jo famë, por një ndjenjë faji dhe trishtimi që nuk mund të shpjegohet plotësisht. Por ka një tjetër aspekt të jetës private të shefqet Peçit që është edhe më i çuditshëm, marrëdhënia e tij me fen. Zyrtarisht, Shqipëria ishte një shtet ateist dhe çdo shprehje e besimit fetar ishte e ndaluar. Por në dosjen personale të Peçit ka një shënim i çuditshëm nga sigurimi i shtetit që thotë: subjekti është parë duke vizituar një varrezë të vjetër në periferi të Tiranës në disa raste. Qëllimi i vizitave nuk është i qartë. Çfarë po bënte shefqet Peçi në atë varrezë? Një ish fëmijë i tij që jetonte pranë asaj varreze na tregoi: "Unë e pash shefqetin disa herë duke ecur midis varrezave. Ai ndalonte pranë një varre të vjetër, qëndronte atje për disa minuta dhe pastaj largohej. Një herë, kur e pyeta se çfarë po bënte, ai më tha se po vizitonte varrin e babait të tij. Por unë e dija se babai i tij ishte varrosur në një fshat të largët, jo në atë varrezë. Kështu që unë nuk e besova. Mendoj se ai po shkonte atje për të qenë vetëm, për të lutur, ose për të menduar për gjërat që nuk mund t'i ndante me askën." Kjo na tregon diçka të rëndësishme për shefqet Peçin, se edhe pse ai jetonte në një sistem që mohonte çdo formë të besimit fetar, ai kishte ende një nevojë të thellë për të gjetur kuptim dhe ngushëllim në diçka përtej botës materiale. Dhe kjo nevojë e bënte atë edhe më human, edhe më të ngjashëm me ne. Sepse në fund të fundit çdo njeri, pavarësisht nga sistemi në të cilin jeton, ka nevojë për të besuar në diçka, për të gjetur shpresë në diçka që është më e madhe se vetja e tij. Dhe shefqet Peçi, edhe pse ishte një ministër i fuqishëm, nuk ishte i përjashtuar nga kjo nevojë. Por le të kthehemi te sekretet që ai mbante. Në vitet e fundit të jetës së tij, shefqet Peçi filloi të shkruante një ditar. Ky diar nuk ishte një kronikë e ngjarjeve të përditshme, por një reflektim i thellë mbi jetën e tij, mbi zgjedhjet që kishte bërë, mbi sekretet që kishte mbajtur. Pas vdekjes së tij, familja e tij gjeti atë diar dhe e lexoi. Ata ishin të tronditur nga ajo që gjetën. Në një faqe, Peçi kishte shkruar: "Ndonjëherë pyetem nëse gjithçka që kam bërë ka pasur ndonjë kuptim. Kam punuar për vendin tim, kam mbajtur sekretet që më thanë ti mbaja, kam sakrifikuar shëndetin tim dhe lumturinë time. Por për çfarë? Për një sistem që po shembet, për një ideologji që po vdes, për një të ardhme që nuk do të vijë kurrë. Ndonjëherë mendoj se do të kishte qenë më mirë të kisha qenë thjesht një fshatar i thjesht, si babai im, që punonte tokën dhe jetonte në paqe. Por pastaj kujtoj se nuk kisha zgjedhje. Sistemi më zgjodhi dhe unë nuk mund të refuzoja." Këto fjalë janë tronditse në sinqeritetin e tyre. Ato na tregojnë se shefqet Peçi nuk ishte një besimtar i verbër i sistemit. Ai ishte një njeri që dyshonte, që vuante, që pyeste veten nëse ajo që po bënte ishte e drejtë. Por ai vazhdoi të bëjë atë që i thanë të bënte, sepse ai nuk shihte asnjë alternativë. Dhe kjo është tragjedia e tij, dhe tragjedia e shumë njerëzve si ai që jetuan në diktaturë, se ata ishin të kapur në një sistem që nuk u jepte asnjë zgjedhje dhe që i detyronte të bënin gjëra që ata nuk i besonin plotësisht. Por ka një tjetër faqe në atë diar që është edhe më tronditse. Në atë faqe, Peçi kishte shkruar një listë të emrave të punëtorëve që kishin vdekur në minierën e Prenjas. Ai kishte shkruar emrat e tyre, moshën e tyre dhe datën e vdekjes së tyre. Kishte 28 emra në atë listë. Dhe në fund të listës, ai kishte shkruar: "Këta njerëz vdiqën për një shkak që ata nuk e dinin."
Ata mendonin se po punonin për të ndërtuar socializmin, por në të vërtet ata po vdisnin për të mbajtur një sekret që shteti nuk do ta pranonte kurrë. Unë jam përgjegjës për vdekjen e tyre. Dhe unë do të mbaj këtë faj deri në ditën e fundit të jetës sime. Këto fjalë janë një rrëfim i fajit, një pranë i përgjegjësisë që Shefqet Peçi nuk e bëri kurrë publikisht. Por ai e bëri atë në privat, në faqet e një ditari që askush nuk do ta lexonte derisa ai të vdiste. Çfarë na tregon kjo për Shefqet Peçin? Na tregon se ai nuk ishte një njeri i pamëshirshëm, i paaftë për të ndier faj. Përkundrazi, ai ishte një njeri që vuante thellësisht nga pesha e përgjegjësisë që mbante. Por ai nuk guxoi kurrë të fliste publikisht për këtë faj, sepse ai e dinte se të folurit do të thotë të pranosh se sistemi në të cilin ai kishte besuar dhe të cilit i kishte shërbyer, ishte një sistem që kishte shkaktuar vuajtje të pafundme. Dhe kjo pranë do të kishte qenë shumë e dhimbshme, jo vetëm për të, por edhe për të gjithë ata që kishin jetuar në atë sistem dhe që kishin besuar në të. Në vitet pas vdekjes së Shefqet Peçit, familja e tij u përpoq të mbajë një profil të ulët. Ata nuk folën me gazetarët, nuk dhanë intervista, nuk shkruan kujtime. Ata donin të harronin, të linin të kaluarën pas. Por e kaluara nuk i la ata. Në vitin 2010, kur arkivat e sigurimit të shtetit filluan të desekretizoheshin, emri i Shefqet Peçit u shfaq në qindra dokumente. Dhe me çdo dokument që dilte në dritë, familja e tij mësonte diçka të re për atë që ai kishte bërë, për sekretet që ai kishte mbajtur. Disa prej atyre sekreteve ishin tronditse. Dhe familja e tij u përball me një pyetje të vështirë, si të kujtojnë një njeri që bëri gjëra të mëdha, por që gjithashtu mbajti sekrete që shkaktuan vuajtje për shumë njerëz. Kjo është një pyetje që shumë familje në Shqipëri dhe në të gjithë ish vendet komuniste po përballen sot. Si të gjykojmë të afërmit tanë që jetuan në diktaturë? Si të balancojmë dashurinë që ndjejmë për ta me të vërtetën e vështirë të asaj që ata bën? Kjo nuk është një pyetje e lehtë dhe nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Por është një pyetje që duhet të bëjmë, sepse vetëm duke e bërë atë mund të fillojmë të kuptojmë plotësisht të kaluarën tonë dhe të ndërtojmë një të ardhme ku të njëjtat gabime nuk përsëriten. Në kapitullin tjetër, ne do të shqyrtojmë çfarë ndodhi me uraniumin shqiptar pas rënies së regjimit komunist. Ku është ai sot? A është ende i rrezikshëm? Dhe çfarë po bën qeveria shqiptare për të pastruar zonat e ndotura? Këto janë pyetje që kanë pasoja të drejtpërdrejta për shëndetin e mirë a njerëzve që jetojnë pranë ish-minjerave të uraniumit. Dhe këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje urgjente, sepse e kaluara nuk është vetëm histori. Ajo është ende e pranishme, në tokën e ndotur, në ujin e helmuar, në trupat e njerëzve që vuajnë nga sëmundje që askush nuk i shpjegon plotësisht. Por para se të vazhdojmë, le të pyesim veten, a kemi ne, si shoqëri, guximin të përballemi me të vërtetën e plotë të asaj që ndodhi? Apo do të vazhdojmë të mbyllim sytë dhe të shpresojmë se e kaluara do të zhduket vetë? Kjo është një zgjedhje që secili prej nesh duhet ta bëjë, sepse e ardhmja jon varet nga ajo. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Shefqet Peçin, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehtë nën Tiranë dhe nën minierën e Prenjas. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ndaj një njeriu që po vdes ngadalë nga sëmundja që vetë sistemi ja shkaktoi, apo të shpëtoni jetën tuaj duke folur me ata që po vinin të merrnin pushtetin. Në dhjetor të vitit 1990, kur regjimi komunist po shembej cop, këta 12 njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Ata ishin inxhinier, mjek, oficer të sigurimit, njerëz që kishin qenë kaq afër Shefqet Peçit sa e dinin edhe numrin e hapave që ai hidhte çdo mëngjes në korridorin e ministrisë. Por çfarë i detyroi ata të heshtën për kaq shumë vite? Dhe çfarë i bëri më në fund të flasin, kur tashmë ishte shumë vonë për të shpëtuar atë që duhej shpëtuar? Kush ishin këta 12 njerëz që mbajnë ende sekretet më të errëta të uraniumit shqiptar, dhe pse ata vazhdojnë të refuzojnë të japin emrat e atyre që morën vendime që shkaktuan vdekjen e qindra punëtorëve? Një nga këta 12, një ish inxhinier gjeologjik që sot jeton në një fshat të largët pranë Elbasanit, pranoi të fliste me ne me kusht që të mos përmendej as emri i tij, as fytyra e tij, as zëri i tij origjinal. Ai na tregoi diçka që na bëri të ngriheshin qimet dhe që ndryshon plotësisht atë që mendonim se dinim për Shefqet Peçin. Ai tha, në mars të vitit 1987, Shefqeti na thirri të gjithëve në një mbledhje sekrete në një bunker nëntoksor që ndodhej 15 metra në ndërtesën e ministrisë. Askush nuk e dinte për atë bunker përveç nesh.
Atje, ai na tregoi diçka që na la pa fjalë. Ai na tha se kishte marrë një raport mjekësor nga Kina që konfirmonte se nivelet e rrezatimit në minierën e prenjas ishin 10 herë më të larta se sa norma e lejuar ndërkombëtare. Ai na tha se kishte kërkuar nga byroja politike të mbyllte minierën, por ata kishin refuzuar. Ata i thanë se uraniumi ishte shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit dhe se punëtorët duhej të vazhdonin të punonin pavarësisht nga rreziku. Dhe pastaj shefqeti na tha diçka që nuk e harroj dot. Ai tha, nëse dikush prej jush dëshiron të largohet nga ky projekt, unë do t'ju ndihmoj. Por nëse qëndroni, duhet të dini se po zgjidhni të jeni bashkëfajtor në diçka që do të na ndjek për gjithë jetën. Çfarë zgjedhje e bën ata 12 njerëz? Dhe sa prej tyre jetojnë ende sot me peshën e asaj zgjedhjeje? Por le të flasim për diçka që askush nuk ka guxuar ta prek deri tani, shëndetin e vet Shefqet Peçit në vitet e fundit të jetës së tij. Në dosjen e tij mjekësore, që u desekretizua pjesërisht në vitin 2015, ka një sër raportesh nga mjekët që e trajtuan atë midis viteve 1988 dhe 1992. Këto raporte tregojnë një histori të tmerrshme të përkeqësimit të shëndetit të tij. Në janar të vitit 1988, analiza e gjakut të tij tregoi se numri i qelizave të kuqe të gjakut kishte rënë në nivele kritike. Në qershor të të njëjtit vit, ai filloi të vuante nga dhimbje të forta kockore që nuk i përgjigjeshin asnjë trajtimi. Në shtator, flokët e tij filluan të binin me grumbuj dhe lëkura e tij mori një ngjyrë të verdhë që mjekët nuk mund ta shpjegonin. Në dhjetor, ai u shtrua në spital për herë të parë dhe mjekët i thanë se kishte vetëm disa muaj për të jetuar. Por ai jetoi ende 3 vjet e gjysmë. Si? Sepse ai po trajtohej me një koktel ilaçesh që vinin nga Kina, ilaçe që nuk ishin të regjistruara në Shqipëri dhe që askush nuk e dinte saktësisht se çfarë përmbajnë. Një infermiere që punoi në spitalin ku Shefqet Peçi trajtohej na tregoi diçka që na bëri të kuptojmë se sa i tmerrshëm ishte fundi i tij. Ajo tha, çdo javë vinte një mjek kinez që sillte një valixhe të vogël me ilaçe. Ai I jepte ato ilaçe Shefqetit dhe pastaj largohej pa folur me askën. Shefqeti I merrte ato ilaçe dhe për disa ditë dukej sikur po përmirësohej. Por pastaj fillonte të dridhej, të vjellte, të humbas ndjenjat në duar dhe në këmbë. Një herë, kur po e ndihmoja të hidhej në shtrat, ai më kapi dorën dhe më tha, ti e di se çfarë po më bëjnë, apo jo? Po më mbajnë gjallë sa të mos flas. Por kur të mos jem më I dobishëm, do të më lënë të vdes. Unë nuk e kuptova atëherë se çfarë donte të thoshte. Por tani e kuptoj. Ata po e mbanin gjallë me ilaçe që vetëm e zgjatën vuajtjen e tij, sepse ata donin të siguroheshin se ai nuk do të fliste me askën për sekretet që mbante. A është e mundur që Shefqet Peçi të ishte mbajtur gjallë me forcë, jo për të mirën e tij, por për të mbrojtur sekretet e regjimit? Dhe nëse kjo është e vërtetë, çfarë thot kjo për natyrën e sistemit që ai kishte shërbyer për gjithë jetën? Por ka një tjetër aspekt të shëndetit të Shefqet Peçit që është edhe më I çuditshëm dhe më I frikshëm. Në dosjen e tij mjekësore, ka një raport nga një psikiatër që e vizitoi atë në shkurt të vitit 1990. Ky raport thotë se Shefqet Peçi po vuante nga ankthi I rënd dhe depresion I thellë, dhe se ai kishte filluar të fliste për njerëz që po e ndiqnin dhe zëra që po I thonin të mos fliste. Psikiatri rekomandoi që ai të trajtohej me ilaçe antipsikotik, por Shefqet Peçi refuzoi. Ai I tha psikiatrit, unë nuk jam I çmendur. Ata vërtet po më ndjekin. Dhe zërat që dëgjoj nuk janë në kokën time. Ata janë zërat e atyre që vdiqën për shkak të asaj që unë bëra. A ishte Shefqet Peçi duke u çmendur nga faji dhe nga sëmundja? Apo ai kishte të drejtë dhe dikush vërtet po e ndjek për të siguruar se ai nuk do të fliste? Kjo është një pyetje që ne nuk mund ta përgjigjemi me siguri, por ajo që e dim është se në muajt e fundit të jetës së tij, Shefqet Peçi jetoi në një gjendje të frikës dhe paranojës që ishte pothuajse e padurueshme. Le të flasim tani për diçka që është edhe më e errët, arkivin e fshehtë që Shefqet Peçi mbante në shtëpinë e tij. Pas vdekjes së tij, kur familja e tij po pastronte apartamentin, ata gjetën një kuti metalike të fshehur pas një paneli të rrem në murin e dhomës së tij të gjumit. Brenda asaj kutie kishte dokumente që nuk duhej të ekzistonin kurrë. Kishte kopje të raporteve të klasifikuara për nivelet e rrezatimit në minierën e prenjas. Kishte letra nga mjek kinez që përshkruanin simptomat e punëtorëve që kishin vdekur nga ekspozimi ndaj rrezatimit.
kishte një listë me emrat e zyrtarëve të byros politike që kishin miratuar vazhdimin e nxjerrjes së uraniumit edhe pasi raportet mjekësore kishin treguar se ishte e rrezikshme. Dhe kishte diçka tjetër, diçka që familja e tij nuk e priste, një letër të shkruar me dorën e shefqet Peçit, e datuar në janar të vitit 1992, vetëm një muaj para vdekjes së tij. Në atë letër, ai shkruante: "Nëse dikush gjen këtë letër pas vdekjes sime, le të di se unë kam mbajtur këto dokumente si provë të asaj që ndodhi. Unë nuk kam guximin të flas tani, sepse e di se do të më heshtëm përpara se të mund të them të vërtetën. Por shpresoj se një ditë dikush do të ketë guximin që unë nuk e kam, dhe do të tregoj botës se çfarë ndodhi vërtet me uraniumin shqiptar dhe me njerëzit që vdiqën për të." Kjo letër është një dokument i jashtëzakonshëm, sepse ajo tregon se shefqet Peçi, edhe në momentet e fundit të jetës së tij, po përpiqej të linte një trashëgimi që do të ndihmonte të vërtetën të dilte në dritë. Por çfarë bëri familja e tij me ato dokumente? Ata i dhan ato në Arkivin Qendror të Shtetit në vitin 2006, me kusht që ato të mbaheshin të klasifikuara për të paktën 20 vjet. Pse? Sepse ata kishin frikë. Ata kishin frikë se nëse ato dokumente do të bëheshin publike, familja e tyre do të përballej me pasoja të rënda. Ata kishin frikë se do të akuzoheshin për të qenë bashkëpunëtor të regjimit, se do të humbnin punët e tyre, se do të përjashtohen nga shoqëria. Dhe kjo frikë është e kuptueshme, sepse në Shqipërinë pas komunizmit, shumë familje të ish zyrtarëve të lartë të regjimit kanë përjetuar diskriminim dhe stigmatizim. Por kjo frikë gjithashtu do të thotë se e vërteta për uraniumin shqiptar mbetet e fshehur, dhe se sekretet që shefqet Peçi donte të zbuloheshin vazhdojnë të mbeten në errësirë. Por le të kthehemi te pyetja që na ka ndjekur gjatë gjithë kësaj historie: ku shkoi uraniumi shqiptar dhe çfarë u bë me të? Për të përgjigjur kësaj pyetjeje, ne duhet të shqyrtojmë dokumentet që janë desekretizuar në vitet e fundit dhe të dëgjojmë dëshmitë e atyre që ishin të përfshirë në transportin dhe shitjen e uraniumit. Një ish oficer i sigurimit të shtetit që ishte përgjegjës për sigurinë e transporteve të uraniumit në vitet e 70, na tregoi diçka që hedh dritë mbi këtë mister. Ai tha: uraniumi transportohej në kamion të veçantë që kishin targa false dhe që udhëtonin vetëm natën. Ata shkonin në portin e Durrësit, ku uraniumi ngarkohej në anije që lundronin nën flamuj të vendeve të ndryshme. Disa prej atyre anijeve shkonin në Kinë, disa në Korenë e Veriut dhe disa në vende arabe. Por destinacioni final nuk shkruhej kurrë në dokumentet zyrtare. Gjithçka bëhej me kode dhe me emra të rrem. Dhe ne, që ishim përgjegjës për sigurinë, na thonin vetëm se po mbrojnim materiale strategjike për ndërtimin e socializmit. Ne nuk e dinim se çfarë ishin ato materiale derisa shumë vite më vonë. Por çfarë ndodhi me uraniumin pasi arriti në ato vende? A u përdor për të prodhuar energji elektrike, apo u përdor për programe ushtarake? Kjo është një pyetje që askush nuk e ka përgjigjur plotësisht, por ka dëshmi që sugjerojnë se të paktën një pjesë e uraniumit shqiptar u përdor për qëllime që nuk ishin paqësore. Në vitin 2007, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike publikoi një raport që thoshte se gjurmë të uraniumit që kishte origjinë nga Ballkani ishin gjetur në pajisje bërthamore që ishin sekuestruar në Korenë e Veriut. Raporti nuk përmendi Shqipërinë me emër, por analiza gjeokimike e atij uraniumi tregonte se ai kishte karakteristika që përputheshin me uraniumin që nxirrej në minierën e Prenjas. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë do të thotë se uraniumi shqiptar kontribuoi në programin bërthamor të Koresë së Veriut, një program që sot konsiderohet si një nga kërcënimet më të mëdha për paqen botërore. Çfarë përgjegjësie ka Shqipëria për këtë? Dhe çfarë përgjegjësie ka shefqet Peçi, njeriu që menaxhoi nxjerrjen dhe shitjen e atij uraniumi? Këto janë pyetje të vështira dhe ato nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që duhet të bëhen, sepse historia nuk mund të fshihet përgjithmonë. Dhe shefqet Peçi, edhe pse nuk është më këtu për të folur, ka lënë pas një trashëgimi që na detyron të përballemi me të vërtetën e asaj që ndodhi. Por a kemi ne, si shoqëri, guximin të përballemi me atë të vërtetë? Apo do të vazhdojmë të mbyllim sytë dhe të shpresojmë se e kaluara do të zhduket vetë? Kjo është një zgjedhje që secili prej nesh duhet ta bëjë, sepse e ardhmja jon varet nga ajo. Por le të flasim tani për diçka që është edhe më e rëndësishme, pasojat e nxjerrjes së uraniumit për njerëzit që jetojnë sot në zonat pranë ish minierave. Në vitin 2010, një ekip i pavarur i shkencëtarëve nga Universiteti i Tiranës kreu një studim mbi nivelet e rrezatimit në zonën e Prenjas. Ajo që ata gjetën ishte tronditëse.
Nivelet e rrezatimit në tokë dhe në ujë ishin ende 10 herë më të larta se sa norma e lejuar ndërkombëtare. Dhe më e keqja, ata gjetën se fëmijët që jetonin në atë zonë kishin një incidencë shumë më të lartë të sëmundjeve të gjakut dhe të kancerit se sa mesatarja kombëtare. Një nga shkencëtarët që mori pjesë në atë studim na tha, kur pam rezultatet, ne nuk mund ta besonim. Ishte sikur toka vet ishte e helmuar dhe ajo po helmonte gjithçka që prekte. Ne rekomandojmë që qeveria të evakuonte menjëherë të gjithë banorët e asaj zone dhe të fillonte një program të gjerë pastrimi. Por asgjë nuk u bë. Qeveria tha se nuk kishte para për një projekt të tillë. Dhe njerëzit vazhdojnë të jetojnë atje, duke u helmuar çdo ditë. Kjo është një tragjedi që vazhdon edhe sot, më shumë se 30 vjet pas rënies së regjimit komunist. Njerëzit që jetojnë në zonën e Prenjas janë viktimat e heshtura të një sekreti që shteti nuk pranoi kurrë. Ata po vuajnë nga sëmundje që askush nuk i shpjegon plotësisht, dhe ata nuk po marrin asnjë ndihmë nga shteti. Familjet e punëtorëve që vdiqën në miniera nuk kanë marrë asnjë kompensim, asnjë njohje për sakrificën e tyre. Dhe toka e ndotur vazhdon të helmojë brezat e rinj, duke krijuar një cikël të pafund të vuajtjes që nuk ka fund në shikim. Çfarë mund të bëjmë ne për të ndaluar këtë tragjedi? Çfarë përgjegjësie kemi ne, si shoqëri, për të ndihmuar këta njerëz që po paguajnë çmimin e një sekreti që ata nuk e dinin kurrë? Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje urgjente, sepse çdo ditë që kalon pa vepruar është një ditë tjetër që fëmijët po helmohen, që familjet po vuajnë, që e kaluara po vazhdoi të shkaktojë vuajtje në të tashmen. Dhe kjo është arsyeja pse historia e Shefqet Peçit nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Ajo është një histori që ka pasoja të drejtpërdrejta për të tashmen dhe për të ardhmen. Ajo është një histori që na detyron të pyesim veten, çfarë lloj shoqërie duam të ndërtojmë? Një shoqëri që fshet të vërtetën dhe lë viktimat të vuajnë në heshtje? Apo një shoqëri që ka guximin të përballojë të kaluarën, të pranojë gabimet dhe të bëjë gjithçka që është e mundur për të shëruar plagët që janë lënë pas? Historia e Shefqet Peçit është një histori e sekreteve, e fajit, e vuajtjes. Por ajo është gjithashtu një histori e guximit të atyre që po përpiqen të zbulojnë të vërtetën, edhe kur ajo të vërtetë është e dhimbshme. Ajo është një histori që na mëson se sekretet nuk mund të mbeten të fshehura përgjithmonë, dhe se e vërteta, pavarësisht sa e vështirë të jetë, duhet të dalë në dritë. Sepse vetëm duke përballuar të vërtetën mund të fillojmë të shërojmë, të mësojmë nga gabimet e së kaluarës dhe të ndërtojmë një të ardhme ku të njëjtat gabime nuk përsëriten. Dhe kjo është trashëgimia e vërtetë që Shefqet Peçi na ka lënë, jo sekretet që ai mbajti, por pyetjet që ai na detyron të bëjmë dhe guximi që ai na fton të kemi për të kërkuar përgjigje. Gëlqerja e verdhë e dokumentit që mbahej në dorën e dridhur të ish shefit të laboratorit të Prenjas tregonte se ai kishte qenë i fshehur për më shumë se 50 vjet. Në krye të faqes, me shkronja të kuqe që kishin zbet me kohën, shkruaj, UM912, raporti i parë për intervistat me punëtorët. Ky dokument, që u gjet vetëm në vitin 2020, përmban diçka që ndryshon plotësisht atë që mendonim se dinim për Shefqet Peçin dhe për uraniumin shqiptar. Brenda tij ka 17 intervista me punëtor të minierës, të kryera midis viteve 1968 dhe 1972. Çdo intervistë fillon me të njëjtën pyetje: a e dini se çfarë po nxirrni nga kjo minierë? Dhe në 15 prej 17 rasteve, përgjigja është e njëjtë: jo, na thonë se është bakër i veçantë. Por në 2 raste, përgjigja është tronditëse. Një punëtor, emri i të cilit është fshirë me bojë të zezë, tha: unë e di se çfarë është. Është ai materiali që përdoret për bomba. Por nëse flas, familja ime do të vuajë. Një tjetër, një grua që punonte në përpunimin e mineralit, tha: Shefqet Bej erdhi një herë dhe na tha të mos flisnim me askën. Ai na tha se po bënim diçka të madhe për vendin. Por unë e shoh se shokët e mi po vdesin dhe askush nuk po bën asgjë. Kush urdhëroi që këto intervista të bëheshin? Pse ato u fshetën për aq shumë kohë? Dhe çfarë ndodhi me ata punëtorë që guxuan të flasin? Këto janë pyetje që na çojnë në zemrën e sekretit më të madh të Shefqet Peçit, një sekret që ai e dinte se do ta ndjek deri në varr, por që shpresonte se një ditë do të zbulojë. Ish shefi i laboratorit, që sot është 90 vjeç dhe që jeton në një shtëpi të vogël në periferitë e Elbasanit, na tregoi se si ai gjeti këtë dokument. Ai tha: në shkurt të vitit 2020, kur po pastroja një depo të vjetër në ish ndërtesën e ministrisë që tani është bërë një qendër tregtare, gjeta një arkivol metalik të mbyllur me dry.
E theva dryn me një çekiç dhe brenda gjeta këtë dosje së bashku me 10 të tjera. Shumica ishin raporte teknike, por kjo ishte e veçantë. Kur fillova ta lexoj, duart më filluan të dridheshin. Kuptova menjëherë se kjo ishte prova që shumë njerëz kishin kërkuar për dekada. Kjo ishte prova se shefqet Peçi e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte me punëtorët dhe se ai kishte urdhëruar që të bëheshin intervista për të dokumentuar gjendjen e tyre. Por pastaj, për arsye që unë nuk i kuptoj plotësisht, ai vendosi që ato intervista të fsheten. Ndoshta sepse ai kishte frikë se nëse ato do të dilnin në dritë, ai do të akuzohej për të qenë përgjegjës për vdekjen e atyre njerëzve. Ose ndoshta sepse ai shpresonte se një ditë, kur sistemi do të ndryshonte, ato intervista do të përdoreshin si provë për të ndihmuar familjet e viktimave. Ne nuk do ta dim kur me siguri. Por ajo që e dim është se këto intervista tregojnë se shefqet Peçi nuk ishte thjesht një ministër i ftohtë që ekzekutonte urdhrat. Ai ishte një njeri që po përpiqej të dokumentonte të vërtetën, edhe kur ajo të vërtetë ishte e dhimbshme dhe e rrezikshme. Por le të flasim tani për diçka që është edhe më e errët dhe më tronditëse, listën e zezë që u gjet në sejfin personal të shefqet Peçit pas vdekjes së tij. Kjo listë, që përmban 15 emra, nuk është një listë e zakonshme. Ajo është një listë e njerëzve që shefqet Peçi i konsideronte si kërcënime për sekretet që ai mbante. 3 prej atyre emrave janë të nënvizuar me të kuqe dhe pranë tyre ka shënime të shkruara me dorën e Peçit. Pranë emrit të Ramiz Alis, ai ka shkruar: "E di shumë, por nuk do të flas derisa të jetë i sigurt se ka pushtetin." Pranë emrit të Adil Çarçanit, ai ka shkruar: "Ambicioz, mund të më përdor si kurban nëse i duhet." Dhe pranë emrit të Hekuran Isait, ai ka shkruar: "Më frikshmi. E di gjithçka për transportet. Nëse flet, gjithçka rrëzohet." Çfarë do të thotë kjo? A ishte shefqet Peçi duke planifikuar të eliminonte këta njerëz? Apo ishte ai thjesht duke dokumentuar ata që ai friksohej më shumë? Një ish antar i byros politike që sot jeton në Mërgim dhe që pranoi të fliste me kusht që të mos përmendej emri i tij, na dha një shpjegim që hedh dritë mbi këtë mister. Ai tha, në vitet e 80, brenda partisë kishte një luftë të fshehtë për pushtet. Enver Hoxha po vdiste dhe të gjithë po përgatiteshin për atë që do të vinte pas. Kishte njerëz që donin të vazhdonin me linjën e vjetër dhe kishte njerëz që donin reforma. Shefqet Peçi ishte në mes dhe ai e dinte se çfarëdo që të ndodhte, ai do të ishte një nga të parët që do të sakrifikoheshin. Sepse ai dinte shumë. Dhe njerëzit që dinë shumë janë gjithmonë të rrezikshëm. Kështu që ai mbajti atë listë si një lloj sigurie. Nëse dikush do të përpiqej ta eliminonte atë, ai kishte dokumentet që mund t'i shkatëronin ata. Ishte një lloj ekuilibri i tmerrshëm, ku të gjithë mbanin sekretet e njëri tjetrit dhe askush nuk guxonte të lëvizte i pari. Por ky ekuilibër u thye në dhjetor të vitit 1989, kur muri i Berlinit ra dhe regjime komuniste në të gjithë Evropën lindore filluan të shembën. Në Shqipëri, tensioni po rritet çdo ditë. Njerëzit po fillonin të protestonin, studentët po kërkonin liri dhe brenda partisë po ndodhte një luftë e fshehtë për të vendosur se kush do të kontrollonte të ardhmen. Shefqet Peçi, që tashmë ishte i pensionuar dhe i sëmur rënd, po shikonte gjithë këtë nga dritarja e apartamentit të tij. Ai e dinte se koha e tij po mbaronte dhe ai e dinte se sekretet që ai kishte mbajtur për aq shumë vite do të dilnin në dritë më shpejt ose më vonë. Por ai nuk donte që ato sekrete të dilnin në një mënyrë që do ta bënte atë të dukej si një kriminal. Ai donte që ato të dilnin në një mënyrë që do të tregonte se ai kishte qenë një viktimë e sistemit, jo një bashkëpunëtor i vullnetshëm. Dhe kështu, në muajt e fundit të jetës së tij, ai filloi të shkruante një dokument që ai e quajti Dëshmia ime. Ky dokument, që u gjet nga familja e tij pas vdekjes së tij, është një rrëfim i detajuar i gjithçkaje që ai kishte bërë, të gjitha vendimeve që ai kishte marrë, të gjitha sekreteve që ai kishte mbajtur. Dhe në fund të atij dokumenti, ai shkroi diçka që na bën të kuptojmë se sa i thellë ishte faji që ai ndjente. Ai shkroi: "Unë nuk kërkoj falje, sepse e di se nuk ka falje për atë që kam bërë. Por kërkoj që e vërteta të dihet, që njerëzit të kuptojnë se unë nuk kisha zgjedhje dhe që familjet e atyre që vdiqën të marrin drejtësinë që u takon." Por çfarë ndodhi me atë dokument? Familja e shefqet Peçit e dha atë në arkivin qendror të shtetit në vitin 2007, me kusht që ai të mbahej i klasifikuar për të paktën 20 vjet. Pse? Sepse ata kishin frikë.
Ata kishin frikë se nëse ai dokument do të bëhej publik, familja e tyre do të përballej me pasoja të rënda. Ata kishin frikë se do të akuzoheshin për të qenë bashkëpunëtor të regjimit, se do të humbnin punët e tyre, se do të përjashtohen nga shoqëria. Dhe kjo frikë është e kuptueshme, sepse në Shqipërinë pas komunizmit, shumë familje të ish zyrtarëve të lartë të regjimit kanë përjetuar diskriminim dhe stigmatizim. Por kjo frikë gjithashtu do të thotë se e vërteta për uraniumin shqiptar mbetet e fshehur, dhe se sekretet që shefqet Peçi donte të zbuloheshin vazhdojnë të mbeten në errësirë. Deri kur? Deri në vitin 2027, kur ai dokument do të desekretizohej automatikisht. Por a do të jetë shumë vonë atëherë? A do të jenë të gjithë dëshmitarët të vdekur? A do të jenë të gjitha provat të shkatëruara? Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi tani, por që duhet t'i mbajmë në mendje ndërsa vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën. Le të flasim tani për diçka që është edhe më e rëndësishme, trashëgimin që shefqet Peçi la pas. Çfarë duhet të mendojmë për këtë njeri? A ishte ai një hero që sakrifikoi gjithçka për vendin e tij? Apo ishte ai një kriminal që lejoi që qindra njerëz të vdisnin për të mbrojtur një sekret që nuk ia vlente? Kjo është një pyetje që secili prej nesh duhet ta përgjigjë për veten e tij, sepse nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Ajo që e dim është se shefqet Peçi ishte një njeri i kapur në një sistem që nuk i jepte asnjë zgjedhje të mirë. Ai mund të kishte refuzuar të bënte atë që i thanë të bënte, por atëherë ai do të kishte humbur gjithçka, dhe dikush tjetër do ta kishte zëvendësuar atë, ndoshta dikush që do të kishte qenë edhe më i pamëshirshëm. Ai mund të kishte folur publikisht për atë që po ndodhte, por atëherë ai do të ishte arrestuar, torturuar, ndoshta ekzekutuar, dhe sekretet do të kishin mbetur të fshehura gjithsesi. Kështu që ai zgjodhi një rrugë të tretë, ai bëri atë që i thanë të bënte, por ai gjithashtu dokumentoi gjithçka, duke shpresuar se një ditë, kur sistemi do të ndryshonte, ato dokumente do të përdoreshin për të sjellë drejtësi. A ishte kjo zgjedhja e duhur? Ne nuk mund ta gjykojmë atë me siguri, sepse ne nuk jemi në pozitën e tij. Por ajo që mund të bëjmë është të mësojmë nga historia e tij dhe të sigurohemi se të njëjtat gabime nuk përsëriten. Në shkurt të vitit 1992, shefqet Peçi u shtrua në spital për herën e fundit. Ai ishte aq i dobët sa mezi mund të fliste, dhe mjekët i thanë familjes së tij se ai kishte vetëm disa ditë për të jetuar. Në atë kohë, Shqipëria ishte në kaos. Regjimi komunist kishte rënë, qeveria e re po përpiqej të vendoste rend, dhe njerëzit po kërkonin drejtësi për krimet e së kaluarës. Shumë ish zyrtar të lartë të regjimit po arrestoheshin, po gjykoheshin, po dënoheshin. Por shefqet Peçi nuk u arrestua kurrë. Ai vdiq në shtrat, i rrethuar nga familja e tij, pa u përballur kurrë me drejtësinë për atë që ai kishte bërë. Pse? Sepse sekretet që ai mbante ishin aq të mëdha sa askush nuk donte që ato të dilnin në dritë. Nëse ai do të ishte gjykuar, ai do të duhej të fliste për uraniumin, për vendet ku ai kishte shkuar, për njerëzit që kishin vdekur. Dhe kjo do të kishte shkaktuar një skandal ndërkombëtar që Shqipëria e re nuk mund ta përballonte. Kështu që ai u la të vdiste në heshtje, dhe sekretet e tij u varrosën me të. Por sekretet nuk qëndrojnë të varrosura përgjithmonë. Në vitet pas vdekjes së shefqet Peçit, gazetar, historian, aktivist kanë vazhduar të kërkojnë të vërtetën. Ata kanë gjetur dokumente, kanë intervistuar dëshmitar, kanë analizuar prova. Dhe ngadalë, cop, e vërteta po del në dritë. Ne e dim tani se Shqipëria nxori rreth 500 ton uranium midis viteve 1960 dhe 1980. Ne e dim se ai uranium shkoi në King, në Korenë e Veriut dhe ndoshta në vende të tjera. Ne e dim se qindra punëtor vdiqën nga ekspozimi ndaj rezatimit dhe se familjet e tyre nuk morën kurrë drejtësinë që u takonte. Por ka ende shumë gjëra që nuk i dim. Nuk e dim saktësisht se sa uranium u nxor, se ku shkoi ai, se çfarë u bë me të. Nuk e dim se kush mori vendimet kryesore, se kush dha urdhrat, se kush ishte përgjegjës për vdekjen e atyre punëtorëve. Dhe nuk e dim se çfarë ndodhi me paratë që Shqipëria mori në këmbim të uraniumit, se ku shkuan ato para, se kush i përdori ato. Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje, sepse pa përgjigje nuk mund të ketë drejtësi. Dhe pa drejtësi nuk mund të ketë shërim. Familjet e punëtorëve që vdiqën në minierën e Prenjas vazhdojnë të vuajnë. Ata jetojnë në varfëri, pa ndihmë nga shteti, pa njohje për sakrificën e të afërmve të tyre. Fëmijët që janë rritur në zonën e ndotur vazhdojnë të sëmuren nga sëmundje që askush nuk i shpjegon plotësisht.
Dhe toka e helmuar vazhdon të helmoj brezat e rinj, duke krijuar një cikël të pafund të vuajtjes që nuk ka fund në shikim. Çfarë mund të bëjmë ne për të ndaluar këtë tragjedi? Çfarë përgjegjësie kemi ne, si shoqëri, për të ndihmuar këta njerëz që po paguajnë çmimin e një sekreti që ata nuk e dinin kurrë? Historia e shefqet Peçit na mëson se sekretet kanë një çmim të larë. Ato kanë një çmim për ata që i mbajnë, sepse ata jetojnë me peshën e fajit dhe të frikës. Ato kanë një çmim për ata që vuajnë nga pasojat e atyre sekreteve, sepse ata nuk marrin kurrë drejtësinë që u takon. Dhe ato kanë një çmim për shoqërinë në tërësi, sepse pa të vërtetën nuk mund të ketë besim, dhe pa besim nuk mund të ketë një të ardhme të shëndetshme. Kështu që ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën, edhe kur ajo është e dhimbshme, edhe kur ajo na detyron të përballemi me aspekte të së kaluarës që do të donim t'i harronim. Sepse vetëm duke përballuar të vërtetën mund të fillojmë të shërojmë, të mësojmë nga gabimet e së kaluarës dhe të ndërtojmë një të ardhme ku të njëjtat gabime nuk përsëriten. Shefqet Peçi vdiq në moshën 67 vjeç, i lodhur, i sëmur, i thyer nga pesha e sekreteve që kishte mbajtur për gjithë jetën. Rruga e tij përfundoi në një spital të vogël në Tiranë, larg nga bota politike që ai kishte shërbyer për aq shumë vite. Nuk pati ceremoni të mëdha, nuk pati fjalime madhështore, nuk pati njohje publike për atë që ai kishte bërë. Ai u varros në një varrezë të thjeshtë, me një gur që mbante vetëm emrin e tij dhe datat e lindjes dhe vdekjes. Sikur ai të kishte qenë një njeri i zakonshëm, jo ministri që mbante sekretin më të madh të Shqipërisë. Por ndoshta kjo ishte ajo që ai donte. Ndoshta ai donte të harrohej, të lihej të pushonte në paqe, larg nga pyetjet dhe nga akuzat që ai e dinte se do të vinin një ditë. Por ne nuk mund ta harrojmë atë. Sepse historia e tij është pjesë e historisë sonë dhe sekretet që ai mbajti janë sekrete që ne duhet t'i zbulojmë. Jo për të gjykuar atë, por për të kuptuar se çfarë ndodhi, për të mësuar nga gabimet e së kaluarës dhe për të siguruar se të njëjtat gabime nuk përsëriten. Sepse në fund të fundit, historia nuk është vetëm për të kaluarën. Ajo është për të tashmen dhe për të ardhmen. Ajo është për ne, për fëmijët tanë, për brezat që do të vijnë pas nesh. Dhe ne kemi detyrimin të sigurohemi se ata trashëgojnë një botë ku e vërteta vlerësohet, ku drejtësia respektohet dhe ku sekretet nuk mbajnë më pushtet mbi jetën e njerëzve. Pas rënies së regjimit, shumë gjëra ndryshuan në Shqipëri. Njerëzit fituan lirinë për të folur, për të udhëtuar, për të zgjedhur jetën e tyre. Por disa gjëra nuk ndryshuan. Miniera e prenjas mbeti e mbyllur, por toka e ndotur mbeti atje, duke helmuar gjithçka që prekte. Familjet e punëtorëve që vdiqën nuk morën kurrë drejtësinë që u takonte. Dhe sekretet që shefqet Peçi mbajti vazhduan të mbeten të fshehura, të mbrojtura nga frika dhe nga heshtja. Por heshtja nuk mund të zgjasë përgjithmonë. E vërteta ka një mënyrë të daljes në dritë, pavarësisht sa shumë përpiqen njerëzit ta fshehin atë. Dhe sot, më shumë se 30 vjet pas vdekjes së shefqet Peçit, e vërteta po fillon të dalë. Dokumente po desekretizohen, dëshmitar po flasin, prova po zbulohen. Dhe me çdo zbulim të ri, ne po afrohemi më shumë me të vërtetën e plotë të asaj që ndodhi me uraniumin shqiptar dhe me njerëzit që vdiqën për të. Por e vërteta e plotë nuk do të dihet kurrë, sepse shumë prej atyre që e dinin atë kanë vdekur dhe shumë dokumente janë shkatëruar. Ajo që mbetet janë fragmente, copëza të një puzle që nuk do të plotësohet kurrë plotësisht. Por edhe këto fragmente janë të vlefshme, sepse ato na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë ndodhi dhe të mësojmë nga ajo. Ato na ndihmojnë të shohim se si një sistem i mbyllur, i bazuar në sekrete dhe në frikë, mund të shkaktojë vuajtje të pafundme për njerëzit e zakonshëm. Dhe ato na ndihmojnë të kuptojmë se pse është aq e rëndësishme që ne të ndërtojmë një shoqëri ku transparenca vlerësohet, ku e vërteta respektohet dhe ku njerëzit nuk detyrohen të zgjedhin midis besnikërisë dhe ndërgjegjes. Historia e shefqet Peçit është një histori tragjike, por ajo është gjithashtu një histori që na jep shpresë. Sepse ajo na tregon se edhe në sistemet më të errëta, ka njerëz që përpiqen të bëjnë atë që është e drejtë, edhe kur kjo është e vështirë dhe e rrezikshme. Shefqet Peçi nuk ishte një hero, por ai nuk ishte as një kriminal i thjeshtë. Ai ishte një njeri i kapur në një sistem që nuk i jepte asnjë zgjedhje të mirë, dhe ai bëri atë që mendoi se ishte më e mira në ato rrethana. A ishte ai i drejtë? Ne nuk mund ta gjykojmë atë me siguri. Por ajo që mund të bëjmë është të mësojmë nga historia e tij dhe të sigurohemi se ne nuk gjendemi kurrë në një pozitë ku duhet të bëjmë zgjedhje të tilla të vështira. Sot, më shumë se 30 vjet pas vdekjes së shefqet Peçit, Shqipëria është një vend i ndryshëm.
Ajo është një demokraci, një anëtare e NATO-s, një kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Njerëzit jetojnë në liri, kanë të drejta, kanë mundësi që gjeneratat e mëparshme nuk i kishin kurrë. Por e kaluara nuk është harruar. Ajo është ende këtu, në kujtesën e atyre që jetuan në diktaturë, në tregimet që prindërit u tregojnë fëmijëve të tyre, në dokumentet që po desekretizohen ngadalë. Dhe ajo është në tokën e ndotur të prenjas që vazhdon të helmoj brezat e rinj, duke na kujtuar se e kaluara nuk është vetëm histori, por diçka që ka pasoja të drejtpërdrejta për të tashmen dhe për të ardhmen. Çfarë mund të bëjmë ne për të ndihmuar ata që po vuajnë ende nga pasojat e asaj që ndodhi? Çfarë mund të bëjmë për të siguruar se familjet e punëtorëve që vdiqën marrin drejtësinë që u takon? Çfarë mund të bëjmë për të pastruar tokën e ndotur dhe për të mbrojtur brezat e ardhshëm? Këto janë pyetje që kërkojnë veprim, jo vetëm fjalë. Ato kërkojnë që qeveria të marrë përgjegjësi, të investojë në pastrimin e zonave të ndotura, të kompensojë familjet e viktimave, të desekretizojë të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me uraniumin shqiptar. Ato kërkojnë që ne, si shoqëri, të mos harrojmë, të mos mbyllim syt, të mos shpresojmë se e kaluara do të zhduket vetë. Sepse e kaluara nuk zhduket. Ajo mbetet këtu, duke na kujtuar se çfarë ndodhi dhe duke na sfiduar të bëjmë më mirë. Historia e Shefqet Peçit është një histori që nuk ka një fund të lumtur. Ajo është një histori e vuajtjes, e fajit, e sekreteve që nuk u zbuluan kurrë plotësisht. Por ajo është gjithashtu një histori që na mëson diçka të rëndësishme, se e vërteta është e fuqishme, se drejtësia është e mundur dhe se ne kemi fuqinë të ndryshojmë të ardhmen nëse kemi guximin të përballemi me të kaluarën. Kjo është trashëgimia e vërtetë që Shefqet Peçi na ka lënë, jo sekretet që ai mbajti, por pyetjet që ai na detyron të bëjmë dhe guximi që ai na fton të kemi për të kërkuar përgjigje. Ndoshta një ditë, kur të gjitha dokumentet të jenë desekretizuar, kur të gjithë dëshmitarët të kenë folur, kur e vërteta e plot të jetë zbuluar, ne do të mund të gjykojmë Shefqet Peçin në mënyrë të drejtë. Por deri atëherë, ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë, të pyesim, të mos heshtim. Sepse heshtja është armiku më i madh i së vërtetës dhe e vërteta është gjëja e vetme që mund të na çlirojë nga pesha e së kaluarës. Kjo është mësimi që historia e Shefqet Peçit na jep dhe kjo është përgjegjësia që ne kemi ndaj brezave që do të vijnë pas nesh. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë ku Shefqet Peçi ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.